Uthulla e mollës, një mrekulli për shëndetin, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Të gjithë e dimë tashmë se sa e rëndësishme është uthulla e mollës për lëkurën, gjithashtu edhe për flokët, por nëse nuk e keni ditur më parë, uthulla e mollës gjithashtu është shumë e rëndësishme edhe për shëndetin tuaj. Për sa kohë përdoret si duhet dhe brenda normave të lejuara dhe gjithmonë e tretur në ujë, uthulla e mollës mund të kthehet në një aleat të vërtet për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Në këtë video, sipas Eating-Well, do të rendisim përfitimet e pabesueshme që uthulla e mollës do të ofrojë në dietën tuaj. Uthulla e mollës do të ndihmojë dukshëm në përmirësimin e niveleve të tretjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla e mollës do të ndihmojë në tretjen e stimuluar duke stimuluar gjëndrat e përshtymes, citon Patricia Breg. Përfaqësuese, po ashtu, ajo sugjeron se uthulla e mollës mund të rrisë nivelin e sasive të acidit në stomak, dhe kjo gjë është shumë e mirë sepse ushqyesit nuk mund të trethen plotësisht. Nëse sasia e acideve në stomak nuk është e mjaftueshme, do të krijohet gjithashtu edhe një keq tretje. Përdorimi i uthullës së mollës, të paktën një lugë çaji uthull molle e tretur në një gotë me ujë, mund të jetë një ndihmë për personat që kanë vështirësi në tretjen e ushqimeve. Uthulla e mollës do ju ndihmojë gjithashtu edhe në qetësimin e dhimbjeve të fytit. Të pish pak uthull molle të tretur në një gotë me ujë ndihmon në balancimin e niveleve të pH-it në fytin tuaj. Uthulla e mollës do të vrasë bakteriet e dëmshme, do të pastrojë gëlbazat dhe gjithashtu do të përmirësojë frymëmarrjen tuaj, çka është shumë e rëndësishme në këto aspekte të shëndetit. Uthulla e mollës është një aleat e organizmit edhe kundër problemeve të kolesterolit. Një studim i vitit 2006 ka provuar se acidi acetik në uthullën e mollës do të ulë në mënyrë të ndjeshme kolesterolin e keq, edhe i mban gjithashtu edhe trigliceridet në nivele të duhura. Pirja e 2 lugë uthull molle çdo ditë mund të ndihmojë në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të kolesterolit, duke përmirësuar shëndetin dhe duke lehtësuar gjithashtu komplikacionet e tij. Uthulla e mollës, nëse përdoret në kujdesin e një eksperti, mund të jetë një aleate shumë e mirë e dietës suaj edhe kundër problemeve të luhatjeve të sheqerit. Uthulla e mollës është një përbërës ideal për të gjithë ata personat të cilët kanë luhatje të sheqerit. Është një zgjedhje shumë e lehtë të cilat mund të stabilizojë gjendjen tuaj. Për sa kohë përdoret në mbikëqyrjen e një eksperti, vlerat e saj do të jenë të menjëhershme. Uthulla e mollës ka më shumë përfitime, siç është për shembull edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt, duke e cilësuar atë si një nga produktet më të mira ushqyese edhe në mbajtjen nën kontroll të këtyre komplikacioneve. Nëse filloni të shtoni uthullën e mollës në dietën tuaj, është e rëndësishme që nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë të konsultoheni me mjekun tuaj. Rekomandohet që uthulla e mollës, përpara se të përdoret, të tretet në ujë. Për shkak të aciditetit të lartë që ajo ka, nuk këshillohet të pihet në sasi të mëdha. 1 deri në 2 lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë është sasia më e rekomanduar për të mos shkaktuar efekte anësore dhe të përdoret gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti. Uthulla e mollës është një alternativë shumë e mirë me përfitime të larmishme. Studimet dhe kërkimet e fundit sugjerojnë se konsumi i uthullës së mollës të holluar në një gotë me ujë mund të ofrojë përfitime të vlefshme për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Megjithatë, konsumi i tepërt i saj mund të çojë në efekte të dëmshme, siç është për shembull edhe dëmtimi i smaltit të dhëmbëve. Ndaj përdorimi i saj me kujdes në dietën tuaj është çelësi kryesor në balancimin e përfitimeve dhe lehtësimin e komplikacioneve. Prandaj rekomandohet që sasitë e uthullës të jenë nga 1 deri në 2 lugë çaji të tretura në një gotë me ujë, dhe gjithmonë nëse merrni medikamente përpara përdorimit, të konsultoheni me mjekun tuaj. Një studim i vitit 2016 zbuloi se një lugë gjedhe uthull molle është mjaftueshme për të marrë këto përfitime të rëndësishme sipas tyre. Uthulla e mollës është një nga alternativat më të çmuara që mund të shtohet edhe në sistemin tuaj tretës.
Acidi acetik tek uthulla e mollës mund të ndihmojë në promovimin më të mirë të sistemit tuaj tretës dhe një shëndet më të mirë të zorrëve. Uthulla e mollës e tretur në një gotë me ujë mund të kthehet në aleate të mirë të organizmit edhe kundër mbipeshës. Ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe në rritjen e ndjesive të ngopjes, duke reduktuar potencialisht marrjen e përgjithshme të kalorive, çka do ju ndihmojë të ndjeheni më të ngopur dhe të mos merrni kalori të tepërta. Uthulla e mollës ka veti të mira antimikrobike. Uthulla e mollës posedon efekte antimikrobike të cilat do të ndihmojë në luftën kundër bakterieve të dëmshme dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj përdorimi i uthullës së mollës në dietën tuaj sipas ekspertëve mund të cilësohet si një nga zgjedhjet më të mira për sa kohë përdoret me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Uthulla e mollës është një alternativë shumë e mirë edhe për shëndetin e zemrës. Ulëntimet sipas Healthline tregojnë se uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe trigliceridëve në gjakun tuaj, çka do ju ndihmojë të keni një zemër më të fuqishme dhe më të shëndetshme. Përfitimet në lëkurë të uthullës së mollës do të jenë gjithashtu mjaft të larmishme, ndaj përdorimi i saj me kujdes në dietën tuaj mund të cilësohet si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni. Por uthulla e mollës mund të ketë edhe disa efekte të ndryshme anësore, që është shumë e rëndësishme t'i keni parasysh përpara se ta përdorni atë. Janë disa nga ato të cilat duhet t'i keni kujdes dhe të mos e teproni me konsumin e saj. Uthulla e mollës mund të ketë ndërveprime me medikamentet që mund të merrni, sidomos nëse jeni diabetik dhe merrni uthull molle, ajo mund të ndërveprojë gjithashtu edhe me medikamentet të cilat jeni duke marrë. Uthulla e mollës mund të ndërveprojë me insulinës dhe mund të ulë nivelin e kaliumit në trupin tuaj. Kur merret bashkë me ato, ajo mund të çojë në nivele shumë të ulta të kaliumit që mund të ndikojë te sistemi juaj nervor dhe te muskujt, duke përfshirë këtu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Ajo mund të ndërveprojë gjithashtu edhe me produkte të ndryshme siç janë ato medikamentet diuretike ose antidiabetike. Efektet e tjera të uthullës së mollës është se mund të dëmtojë gjithashtu smaltin tuaj të dhëmbëve nëse pihet direkt nga shishja. Prandaj duhet të përdoret me kujdes dhe nuk duhet të pihet direkt nga shishja, por e udhuar në një gotë me ujë dhe gjithmonë të konsumohet me pips, në mënyrë që të mos shkaktojë dëmtime të dhëmbëve tuaj. Nëse vuani nga shqetësimet të rënda të stomakut, uthulla e mollës nuk duhet të shtohet në dietën tuaj, pasi mund të ndërrisë gjithashtu edhe probleme të shëndetit të tij. Është e rëndësishme që uthulla e mollës të mos përdoret gjithashtu nga persona të cilët kanë probleme me veshkat, pasi mund të kundërveprojë me medikamentet që janë duke marrë dhe të shkaktojë edhe probleme të rënda të tyre. Uthulla e mollës e përdorur me kujdes në dietën tuaj, e tretur në ujë mund të sjellë përfitime të larmishme. Ekspertët sugjerojnë të mos konsumoni më shumë se 1 deri në 2 lugë çaji uthull molle në ditë dhe gjithmonë duhet ta tresni atë në një gotë me ujë përpara përdorimit. Uthulla e mollës ka vlera të larta shëndetësore, megjithatë përthithja e tyre nga organizmi varet shumë nga mënyra se si e konsumoni dhe kur e konsumoni atë. Disa prej mënyrave të konsumit të uthullës së mollës mund të jenë vërtet të dëmshme. Uthulla e mollës gjithmonë duhet të tretet në një gotë me ujë. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet kurrë e pa tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë që ajo mund të shkaktojë. Prandaj, nëse doni që ajo të mos kundërveprojë në shëndetin tuaj, treteni në ujë përpara se ta konsumoni. Gjithashtu, uthullën e mollës mos e pini pas buke. Nëse e keni zakon të pini uthull molle pas buke, atëherë ka ardhur koha të ndryshoni këtë rutinën tuaj. Me kalimin e moshës, njerëzit pësojnë paksime të lëngjeve gastrike, të cilat mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të stomakut. Për rrjedhoj, uthulla e mollës duhet të tretet në ujë dhe nuk duhet të pihet asesi pas buke, pasi nuk mund të sjellë të njëjtat vlera sikur konsumohet para saj dhe pas saj. Uthulla e mollës duhet të konsumohet gjithmonë brenda sasive të rekomanduara, dhe këto sasi janë nga 1 deri në 2 lugë çaji në ditë, gjithmonë të tretura në ujë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.